Ka reaguar, po e nis po hyn temë direkt, po e nis me protestën, ditën e 15 ka një reagim nga kryeministri që për herë të parë flet për një reflektim. Mendoni se do të shkojë Partia Socialiste ose qeverisja me në krye Edi Ramën drejt kësaj? Nuk e dëgjova dhe nuk mund të bëj dot komente, por gjithë gjua e kryeministrit që nga dita e parë ku të vojtë varë një qytetar, ishtë pronar, pasaj drejtësia mungua dhe vjen nga drejtësia e vonuar, që sistemi gjyqësor reformën me bujë të që ka bërë kryeministri. Kështu që edhe përpjekjet e fundit të fjalimeve të tij për tendenca fashiste, apo për ambicimin e sektorit të huaj, apo për projekte të shërbimeve të tjera, personalisht mua më kujtojnë situatën kritike të janar-marsit në shtat, ku deputetët e Partisë Demokratike në Universitetin e saj përkonin ta bindnin popullin që shkaku nuk ishte humbja $60 milion, por ka të qartë Sia, Amerika, Greqia, për ta furë në krizë të Shqipërinë, për ta marrë një pjesë të Shqipërisë Greqia. Domethënë, ajo që thuhet në këtë rast është që nacionalizmi, si të thuhet, është maska më e keqe që përdorin liderët e dështuar. A mund të quajmë një dezertim ajo se çfarë ndodhi me deputeten e Shkodrës, Mariana Koçeku, dhe a duhet të reflektoj politikisht kryeministri i cili deri më tani është kritikuar se nuk ka qëndruar besnik i socialistëve të vërtet, por ka patur të drejtën e vendimarrjes qoftë edhe në përzgjedhjen e deputetëve edhe të drejtorëve, ministrave? Debati i me Ramën, që disa duan ta kthejnë gjëra në debat personal apo qëmbetje, nuk është debat individesh, por është debat për dy modele. Unë në politik jam inspiruar, bile kam konkuruar dhe në 2001 për kandidatin për kryeministrin me Ilir Metën, jam gjithmonë me platformën Shqipëria ka nevojë për institucione të forta. Kryeministri aktual është makiavelist, i cili drejton me atë mësim nga Machiavelli që më mirë të më kemë pritë se sa të më duar. Lidhur me deputetën, bëra një sqarim se ka dalë me vrap në media zonja që hapi kongresin dhe që Rama i tentoi se do i lë stafetën pa i tentatën. Qëndrimi i saj dhe qëndrimi i Partisë Socialiste nëse do jetë në këtë linjë parë është antikushtetues. Sepse mandati i deputetit është individual, pavarësisht se merr nga çdo parti politike. Sepse është antikushtetues, se nuk kushtetuet janë rastet ku deputeti e humbet mandatin. Dhe po të ishte kështu do thuaj që kur një deputet del nga partia që ka propozuar në zgjedhje, ai humbet mandatin. Jo. Po ajo është vajzë e re dhe duhet të lexoj pak më shumë për integritetin dhe kredibilitetin publik. E dyta, ne kemi një mësim të hyrë nga Churchilli, i cili thotë për parimet e ndryshoj partinë, si që bën kolegi. Për partinë nuk e ndryshoj parimin. Për parimet ndryshoj partinë, për partinë nuk ndryshoj parimet. Tani kjo zonja gjendet e pjesa e dytë, që është një besnike e verbër e partisë dhe kërkojnë që vlera t'i kthejnë antiblera, dhe ti vlerësoj që antiblera dhe t'i sulen asaj deputetes që të paktën mirë që iku nga Partia Socialiste, por ta detyroj që ndoshta tikite nga parlamenti. Dhe kjo do është një test për atë zonjë. Ajo do të ndroj atje dhe t'i shërbej betimit kushtetues. Nuk ka betim deputeti që unë deputeti betohem se do t'i shërbej partisë time. Jo. Ka betim të deputetit në ligjin për deputetit që përputhet me detyrimin kushtetues që unë do ta përdor deputetin vetëm për të shërbyer me besnikëri vendit tim. Dhe ajo mund të shërbej vendit të saj me besnikëri dhe duke qenë deputet e pavarur. Dhe fundi që kam për këta politikanë të rinë konkretisht për këtë zonjë, por dhe për një i studentit tim që është bërë shumë agresiv në media publike, që dhe ai ka kërkuar dorëheqjen, nuk e di në çfarë statusi, është që këtë gjë ka sqaruar Einsteini, i cili thotë, për njerëzit që tunin qatë sipas muzikës së shefit, nuk është e nevojshme të kenë
nuk është e nevojshme të kenë shtu korridore, u mjafton vetëm një muskull në qafë që ta tunin në filmiratimin çdo herë. Po. Nga ana e kryeministrit ka një mesazh pavarësisht se ju sqaruat qartë as që është sa e lishme, pa lishme është, po mesazh politik, këto lëvizje ose këto deklarata, a duhet të merren në konsiderat në këto momente? Sepse thirrjet janë që dhe të tjerë ta bëjnë një gjë të tillë, ndoshta e shqasin si një çarshë brenda socialistëve. Shiko, kryeministri ka treguar që është i babritur për pushtet politik dhe ekonomik. Bile, unë kam sqaruar 12 arsye pse nuk do ta merrja kur një vlerësim publik nga Rama, po kam vetëm një përmbledhje kryesore, sepse toleroi dhe keq përdori paranë kriminale në ekonomi dhe në politikë. Dhe ju shikoni se çfarë po ndodh. Kryeministri është në pikën e fundit që të tregojë nëse ka një integritet apo do rri aty dhe do përdor të njëjtën armiqësi me popullin siç u përdorën në 97, do që ta jetë atje në grindje dhe në tensione sociale, si mund të thuash ti që aty ka fashist në protest, dhe pastaj ju socialistët e tjerë, se ndonjëherë na ngatrojnë kod, ju s'doni socialistët, ne i duam gjithë socialistët e ndershëm. Po patronazhistët, që janë përzgjedhur individualisht nga Rama, që janë dhënë poste publike, që janë dhënë teme publike, që janë pasuruar në kriminale, janë gati të përleshen me ata që Rama i quajnë fashist. Dhe kjo është një risk i madh, pra përgjegjësia e madhe, që ti të provokosh popullin tënd thjesht dhe vetëm për të mbetur në karike. Ndërkohë, dua të ndalem pak edhe tek ekonomia, se paralel me këto zhvillime të rëndësishme e protesta, ne kemi dhe goditjen e SPAK-ut që nuk është thjesht një operacion penal ndaj disa emrave të biznesit, por duket se shkon në zemër të ekonomisë, bëhet fjalë për paratë jashtëligjshme të cilat janë injektuar në atë që njihet si industria më e rëndësishme e kullave këtu apo dhe e vijës bregdetare. Si e keni parë këtë moment, zë Malaj? Unë kam shkruar shpejt që në fillimet e para me një konkluzion shkencor që edhe në përvojën time nuk kam parë asnjë individ, asnjë familje, asnjë biznes, aq më pak asnjë shtet që të jetë zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme, në mënyrë të drejtë, që të ketë prodhuar punësim me pagatlata, që të ketë prodhuar mirëqenie, që të ketë zbutur varfërinë e pensionistëve të tjerë. Jo. Dhe nuk ka nevojë të bëjmë teori. Shikoni vendet e Amerikës Latine. Tolerimi i krimit i ka ftyrë ato në shtete pa qëndrueshmëri sociale dhe pa stabilitet politik. Bile i ka ftyrë deri dhe vende që ushqejnë në shpërndarjen e drogës, pra që eksportojnë krimin e tyre dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj dhe presidenti Biden, prandaj dhe presidenti Trump, do president amerikan, e kanë përfshirë në strategjinë e tyre kombëtare që lufta kundër korrupsionit, kudo ku ai shfaqet dhe dëmton interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, është prioritet i strategjisë kombëtare, nuk është thjesht demagogji parlamentare. Si është e mundur që... Dhe modeli ekonomik që ka ndërtuar Rama është modeli për cilën ne jemi të shqetësuar. I pëlqen apo si pëlqen Ramës dhe përkrahësit e tij të verbër edhe në media televizive. Shqipëria ka zgjedhur me Ramën modelin e bërjes Shqipërisë sa më të shtrenjtë. Dhe ju e shikoni, paraja kriminale ka rritur çmimet, e ka bërë pamundur marrjen e një shtëpie, ka rritur qirat, ka rritur varfërinë. Dhe si e tillë shqiptarët do të bëhen më të varfër dhe nuk është thjesht një përplasje individëve. Në të gjitha vendet ku është toleruar paraja kriminale dhe rrisjet janë në rritje, është identifikuar ky model. Lehtëso paraja kriminale rrit kërkesën e tretë, rritja e kërkesës së rritë çmimet, rritja e çmimeve afrohen më shumë klasën e mbështetjes të varfërt. Pra, bjem dakord që sot ne nuk kemi në çështje individesh, për çështje sistemi, por si është krijuar Malaj ky sistem? Pra, si është e mundur që të depërtohet dhe ne zhvillimin e Tiranës për shembull e masim me
katet, me beton, me sa të larta janë pra kullat deri diku. Ndërkohë, sot, paktën, ato që ne kemi trumbetuar, ato që ju keni denoncuar, analizuar, qoftë dhe kolegët, gazetarët. Shumë ekonomik, kemi disa analizë ekspert që duam këtë vend. E drejt, po si ishte mundur, çfarë ka ndodhur me këtë sistem? Se dakord, ne themi këta bën drogë për popullin e thjeshtë qytetarë që na ndjekin, me lekë të drogës gjithë një biznesmen këtu dhe ndërtuan këto kullat. Mirë, po nuk është kaq e thjeshtë, sepse ti ke një mori institucionesh të cilat nuk të lejojnë ty që këto parat ti injektosh dhe të bëhesh bosi i kullave të Tiranës, nëse ka ndodhur kështu siç thot Spaku, hetimet. Po, zonja nderuar, në qoftë se ju do i ktheheni analizës së ligjit të dekriminalizimit, Partia e Ramës fatkeqësisht që e mori në 2005 si partinë e lirisë së mendimit, si parti e mendimin ndryshe, si parti e konkurrencës mediokratike, me ndryshimet edhe në 2008, bashkë me Berishën, u kthye në sistemin e SHPK, ndërmarrje të vogla dhe të mesme, pronar vetëm kryetarin e partisë. Pra, Rama është përgjegjës individual për modelin që ndërtoi në parti. Çdo njeri e zgjidhte ai, e promovonte ai, e shkarkonte ai, e rifuzte ai. Dhe me këtë pushtet absolut që ai ndërtoi rreth vetvetes, promovoi si kryetar bashkie dhe si deputet njerëz me CV të qartë kriminale. Dhe kjo vërtetohet nga dekriminalizimi. Si ka mos partia më moderne, ndryshoi kaq rrënjësisht, pra filloi të promovonte thjesht për fituar çdo zgjedhje elementet kriminal deri në strukturat e shtetit, deri në kriminalizimin e ekonomisë dhe politikës. Kështu që në momentin që ka këtë vizion që Shqipëria do bëhet me para kriminale, që është drejtëruese kur e dëgjon, ai nuk do të bëjë sistemin, sepse ligjet janë, por Shqipëria vuan nga mosbatimi i ligjeve, sepse u krijua institucioni investitori strategjik me lehtësi të jashtëzakonshme. Vetëm çeni para dhe çkeni. Mbështetën ekonominë shqiptare, kompani që i kanë qendrat e tyre financiare në parajsat fiskale. Nuk bie pronar të real dhe kufitimi që realizohet në ekonominë shqiptare transferohet parajsat fiskale dhe buxheti nuk përfiton asgjë. Pra, nuk është se nuk di, nuk është se nuk ja kanë thënë. Problemi është që ai aktualisht tani fatkeqësisht fundet ai në shqiptar, është një njeri, duhet respektuar në kufitin e njerëzorës, por ai e ka vrarë veten me modelin ekonomik që ndërtoi, me modelin politik që inspiroi dhe promovoi dhe në situatën aktuale për cilën kjo protestë nuk është thjesht për ata që trojnë por është edhe për atë, sepse është detyra vërtet e shtetit, nuk është thjesht vetëm për ambientin faktoria e vetme që mund të trashëgohet, por është për kriminalizimin, është për bashkërimin, është për korrupsionin, është për nepotizmin deri në kapjen e shtetit. Dhe protestuesit që kanë bërë një nder të madh Shqipërisë, e cila kishte vite që konsideroi një popullsi pa nerv, plotësisht e nështruar, e gatshme ta pranonte nështrimin dhe e gatshme që mos luftonte këtu, por të ikte, ta praktiste vendit. Për e të parë kemi një protestë që krijoi stres dhe ne duhet të jemi shumë mirënjohës atyre. Ne si politikanë e politikanë duhet të mos u arrëmbejmë sa do pak iniciativën dhe të mos i pengojmë direkt ose indirekt. Po projekti Zvërnecit, çfarë është për ju, zoti Male? Pse hezitoi për ta bërë transparent që kur nisën protesta ose incidenti i parë ku u fitili me atë sjelljen, qasjen e policisë private ndaj një individi? E para kemi ky projekte, si thotë vetë Rama, dhe thotë dhe deklaron, edhe sikur 500.000 shqiptarë të më dalin ballë për ballë, unë i përkulem vetëm Melonit. Si mund të jetë kryeministri i një vendi dhe nuk respekton 500.000 banorët e tu dhe pas e vetëm një krenari që i përkulesh Melonit, mirë bën, po ai gjithmonë e bën në mënyrë diplomatike, se do gjithmonë të marrë vëmendjen mediatike. Le të fillojmë me Sardanin. Po të punën ne kemi parë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë të marrin Grenlandën. Po kërkojnë të blejnë ishujt në pika strategjike në botë, për sigurinë e tyre kombëtare. Në ana tjetër, projekti i Sarzanit, por jo vetëm i Sarzanit, tu ka përgjegjësi dhe presidenti i vendit,
dhe strukturat e sigurisë kombëtare, të gjitha portet në Shqipëri, portet ushtarake, po jepe për investime të investitorëve strategjik. Kjo nuk ndodh asnjë vend të botës. Po e them çfarë kam lexuar unë për rastin e Sazanit. Po, mund të ketë territori ushtarake ku bëhet biznes, po pronësia e çdo sipërfaqe ushtarake, ai shugadisur detë, mbetet pjesë e aseteve të strategjisë kombëtare. Dhe sipas një rasti dhe në Angli, ku një kompani private ishte lejuar të bënë një qytet të madhe tregtare brenda një territori ushtarak, ajo mbikëqyrë 24 orë me kamera nga policia ushtarake. Ta marrësh Sazanin, ta heqësh nga inventari dhe pasaj të thuash që mos s'ka gjë, më mirë ta bëjmë biznes se sa ta lëmë ashtu. Jo, në asnjë mënyrë. Sazani është një strategjike, ku në bashkëpunim me partner strategjik mund të vihet në shërbim të kontrollit mbikëqyrjes të korridoreve ujore, të energjisë, të fibra, të gjithçka tjetër që kalon në ngushticën e Otrantos. Dhe debati për Sazanin duhet të jetë akoma më i thellë dhe duhet të ketë një vendimarrje të qartë dhe publike. Jo asnjë aset i sigurisë kombëtare nuk privatizohet, nuk jepet me qirafa gjatë, por mbetet aset dhe me rregulla strikte mund të lejohen edhe investime private që nuk cënojnë sa më pak aftësinë e tyre si asete strategjisë kombëtare. Lidhur me Zvënecin, gjithçka ndodhi për shkak të kryeministrit. Sepse kryeministri do ta paraqesë si dhurat personale, edhe rastin e Sazanit, edhe rastin e Zvënecit dhe do rast tjetër në ekonominë shqiptare. Po të shikoni me kujdes, Kushner, që ka më shumë eksperiencë i banka, ishte i qartë. Ivanka doli dhe mbroti Mahnitin nga ishulli. Ndërsa Kushneri pas protestave deklaroi, ne duhet ta kishim nisur ndryshe. Dhe kështu bëhet kudo në botë. Ne duhet të kontaktojmë me pronarët, ne duhet të kontaktojmë me ish-pronarët, ne duhet të takojmë me protestuesit, ne duhet të takohemi me studiuesit, ne duhet të takohemi me ambientalistët. Pikërisht, mohimi i gjithë këtyre hapave që janë kritike për të krijuar një ambient miqësor të një investitori shqiptar ose privat në zonë caktuar, krijojnë këtë armiqësi. Dhe këtu nuk kanë faj. Pronarët patjetër, ish pronarët, unë kam qenë deputet i tyre 12 vjet, e kanë marrë tokën me 7.500 po u abjedhin duke mos u dhënë dokumentin e pronësisë. Dhe në momentin që nuk kanë dhënë dokumentin e pronësisë në kadastër, nuk janë regjistruar si pronar. Duke mos u regjistruar si pronar dhe duke korruptuar struktura, disa pronar jo real tashmë disponojnë në mënyrë korruptive dokumentat pronësie për një pronësi që e ka dokumentin e parë, si pronë të tij e ka ish punëtori kooperativës bujësore apo ndërmarrjes bujësore. Dhe e dyta, unë nuk them se ka një mundësi të vetme se sa i madh është projekti. Mund të ketë projekte më të vogla, më të mira, më efikase, që bëjnë dhe harmoninë me natyrën. Sot pronarët më të mëdhenj të tokave në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë nga komuniteti hebre, sepse ata kanë një filozofi. Toka është një masi e dhënë. Dhe kur oferta është e dhënë dhe kërkesa rritet, çmimi rritet. Kështu që ata investojnë shumë në tokë, duke filluar që nga Bill Gates me shok. Të gjitha këto që ju renditet, zotë Malaj, kryeministri shqiptar jo se nuk i di, po për çfarë arsyesh ka vepruar kështu. Nuk po them mënyrë arrogante apo mënyrë strategjike, nuk dua ta zësoj, po ju që edhe njihni si politikan, përse? Çfarë ka dashur të bëj kryeministri përveç një marrëveshje ndoshta ose një afrimiteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës siç interpretohet? Çfarë ka ndodhur? Gjykimin tuaj. Zonja, ai është vetja. Ai ishte ky kryeministri që provokoi gjithë opinion publik shqiptar me importimin e mbetjeve kimike nga Siria, pas një konsulencë me Këshillin Kombëtar, me ekspertë të sigurisë kombëtare, me partner. Ai gjithmonë do të bëjë gjërat vetë, që të marrë meritën vetë, dhe ai ka idenë që këtë vend e bën vetëm ai. Sigurisht ai ka dhe gjyshe nga Shkodra, më duket, edhe ata kanë një urim, ata të mallkojnë duke të uruar, të hyjë vetja në qejf. Po faza e hyrjes së qejfit, te Rama ka kaluar çdo kufi. E para, e dyta, pse Irani nuk sulmon Kosovën, nuk sulmon Serbinë, nuk sulmon Bosnjën, nuk sulmon Malinezinë, nuk sulmon Kroacinë, por sulmon vetëm Shqipërinë? A e dini ju?
sepse në momentin unë bashkë me disa deputet shqiptar e kemi ditur projektin që Shtetet Bashkuara të Amerikës në aspektin humanitar dëshironin t'i transferonin iranianës nga Ashraf 3 që ishte në Irak dhe Irani i godiste dhe i griste pashpërtësisht ata për të ndarë nga 300 muhaxhedin në gjithë vendet e tjera. Por me atë madhësinë e tij, pas një konsultim, pas një gjë, Rama i mori të gjithë. Tani, shtetari e shtetar. Edhe sikur t'ia kërkonte presidenti Biden, edhe sikur t'ia kërkonte presidenti Obama, edhe sikur t'ia kërkonte presidenti Trump. Pse duhemi ne një vend i vogël në sigurinë kibernetike ta kthejmë vendin ton target të një vendi që është shumë i fuqishëm, shumë agresiv, është një nga, si thua, vendet më hakeruese të sistemeve informatike të vendeve tjera. Pra, tani mos të themi që na sulmon Irani, por të mbetet ky një leksion që duhet shkruar, që liderët tanë politik nuk mund të marrin me geostrategjike thjesht për të marrë një dekorat diku. Jo, është përgjegjësi e madhe të shërbesh vendit tënd dhe ta mbrosh nga rritje të tilla. E dini ju sa është kostua e sigurisë kibernetike dhe e-government? Disa thonë është 800 milion euro. Po kjo kostot shtesë që na e dini në raport me vendet tjera që nuk sulmon Irani. Kush e paguan? Taksa kampusit shqiptar. Nuk thamë gjë kur u morën afganët, të cilët i kishin shërbyer ushtrisë amerikane dhe rrezikoheshin nga talibanët. Shumë mirë bën. Ishte një grup i vogël, duhej shpëtuar, duhej trajtuar zëmërsisht siç ne kemi zakon, por nuk na kthente neve në target të goditjeve nga talibanët. Jo. Sepse ata u shpërndan në gjitha vendet dhe pjesën më të madhe morën Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe në Shqipëri me premtimin që në një kohë të dytë do t'i tërhiqnin të gjitha ata. Nuk ka ndonjë shqetësim pse nuk i tërhoqin, nuk është pabesi, se është një grup i vogël. Problemi është pse veprimet kaq individuale nuk kanë përgjegjësinë e analizave gjeostrategjike dhe kostove që ti bën popullit tonë. Kështu që në këtë rast, edhe me presidentin Trump. Presidenti Trump, ju jeni gazetarë, bën debate, ashtu e ka tipi me çdo gazetar. Sigur edhe me një fjali ta provokojnë. I kthejmë përgjigje çdo njeriu që e provokon. E keni parë të shprehjet ndonjëherë për Sazanin? Jo. Që do thotë, si e lexoj? Që do të thotë që pse e lidh ky bashkë me analistët e tij këtë fakt që protestat janë kundër presidentit Trump. Nuk ka anti-amerikanizëm në mentalitetin shqiptar. Ne jemi mirënjohës për vendimet e rëndësishme, sidomos në 1919, kur presidenti Wilson buri veto dhe tha Shqipëria nuk do të obzohet si në 1913. Ne jemi njohës që presidenti George Bush mbështeti hapin historik që Shqipëria të bëjë vend i NATO-s. Ne jemi njohës që sido që tjetë në vendimarrjet e rëndësishme edhe brenda Bashkimit Evropian, edhe brenda Bashkimit edhe NATO-s, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një peshë. Jo si më pak, por ka një peshë ndikuese dhe ata gjithmonë ka qenë promovues të paqes dhe integrimit të Shqipërisë. Se duhet të dilte Kushner edhe Ivanka në qendër të debatit. Nuk gjithnjë për t'i lidhur me idenë që ja familja Trump. Se duhet të dilte shqetësuar ambasadorja e Izraelit që bëri një sqarim që shiko, ne shqetësohemi për çdo frymë antisemitiste në Shqipëri. Nuk ka frymë. Nuk ka. Sepse as janë të organizuar në shoqata, as janë të organizuar në parti politike, as janë protestues, as janë provokues, as janë provokuar në një sinagogë apo në një varrezë. Po ka individ, po patjetër ka individ. Po ka individ, kemi të bëjmë me individ, jo me një popull. Dhe individ me prije terroriste ka kudo në botë, dhe brenda Izraelit. Dhe individet nuk shprejnë një popull. Ata janë individ cilës shërbimet sekrete duhet të operojnë me njëra tjetër që mos i lënë as të rriten dhe as të kryen vepra terroriste. Por izraelitët janë të respektuar në Shqipëri. Ju ndoshta nuk e dini, por ata kanë ardhur për herë të parë në Shqipëri në vitin 1442 nga Spanja dhe një pjesë e tyre kanë zbritur te triporti në Vlorë, ku është bërë edhe termocentrali. Në vitin 2005 një zonjë nderuar, Ana Cohen,
I dërgoj letër Bankës Botërore, tha pse lejoni të ndërtohen termocentrale mbi një vend të shenjtë që sipas një marrëveshje midis Zogut dhe qeverisë amerikane duhet të ruheshin si pjesë e historisë. Dhe di cila ishte përgjigja që më dha mua profesorët nga Komiteti Gjyqësh në Amerikë? Tha, ne duam Shqipërinë të jetë e lulëzuar, jo thjesht të jetë një vend historik. Kështu që në këtë aspekt nuk duhet të në mesazhin ambasadores duhet të dinë më shumë rëndësi mirënjohja edhe për zhvillimet, sigurisht që diplomatët të rinë lartë të gjithë, por në asnjë rast nuk mund të përdoren argumenta se po rriten rrisjet kundër hebrejve, kundër investimeve të hebrejve, apo ka një ndjenjë që binde bëhet shqetësuese. Nuk ka në ambientin shqiptar politik dhe shoqëror, në Shqipërinë e besës që ata kanë provuar ambient për të ushqyer lëvizje radikale kundër Izraelit, kundër biznesit të Izraelit dhe kundër qytetarëve të Izraelit. Po mbrim në fund edhe për shkak të agjendës tuaj, por më lejo të pyes në gjykimin tuaj kush e konsulton sot kryeministrin, kush janë njerëzit më të afërt që mund ta konsultojnë dhe orientojnë nga këtyre problemeve dhe a ka prekur fundin partia, ose jo partia socialiste, shumë e thellë kjo, dhe nuk mund të analizojmë tani sociali, por Ramon, individin, modelin. Sa për të shqiptarët, Rama ka përvuar edhe si studiues i zhvillimit politike në të majtën moderne, fillimisht ndërtoi si Zapatero në Spanjë, ndërtoi shoqërinë e shokëve dhe të grave të shokëve. Ai vazhdoi më tutje dhe për fat të mirë krijoi një partneritet me Tony Blair. Por ai kopjoi modelin që mund të funksiononte në Angli, por dhe atje krijoi grindje dhe përçau Partinë Laboriste sa ndeni 13 vjet në politik, që ishte qeveria e Guzhinës. Pra, diskutoi me vetëm 2 ministra, me një këshilltar strategjik që ka Tony Blair dhe pastaj në vendimet. Kështu që në këtë aspekt ajo që është më shqetësuese është fakti që ne na dhënë në shpirt Partia Socialiste, vetë zgjodhen, vetë përkushtuan, vetë shërbyen, vetë jemi me njohës, por unë kam paralajmëruar që Partia Socialiste rrezikohet të ketë fatin e pasokut. Dhe shenjat e para janë dhënë se është zhvilluar më thellë se çështjet korruptive që larguan pasokun nga pushteti dhe njëkohësisht në momentin që varka lëkundet, të parë që e braktisjen janë ata të besuarit që kanë bërë para edhe kriminale. Sepse ata duan të ruajnë paranë, e kuptojnë më mirë se Rama se kur i ka ato fundi dhe fillojnë të braktisin. Oligarkët, pjesa kriminale në administratën publike, dhe ai gjithnjë më tepër rretohet me marrëdhënien e tij se Zoti ka zgjedhur të qeverisë përjetësisht Shqipërinë. Faleminderit zoti Malaj, kënaqësi komunikimi me ju. Ore ditë mbarë. Faleminderit. Gjithë mirë.